Raste e vdekje në vend hyrje të punës, kryesisht fajtor kryesor janë në rend parë pronarët e kompanive, pastaj fajtor janë edhe qeveria e Kosovës, po themi në aspektin tjetër, fajtor është edhe varfëria të cilën e kemi dhe ne shpeshherë për shkak të varfërisë po duhet me rreziku jetën tonë, po prioritet është që pronarët e kompanive nuk janë në nivelin e duhur. Dhe fatkeqësisht vitin e kaluar dhe ky vit po themi me shumë fjalë të rëna që viti 2025 dhe ky vit ka nisë me një numër tepër të madh të punëtorëve që po humbin jetën në vend hyrje të punës, derisa në vitin 2025 kemi pasur 32 raste të vdekjeve, kurse deri me 15 prill kemi pasur 8 raste të vdekje në vend hyrje të punës. Jo që nuk ka në mbështetje, po ka dhe një lloj ironie që në shumicën e rasteve dhe të drejtën e punëtorit që humb pa fajin e tij, në një farë forme ne po dëmtohemi. Qeveria nuk ka bërë asgjë, as kjo qeveri as qeveritë e mëhershme, sepse ne me dekada kemi kërkuar që të ketë një fond veçantë që do ta menaxhonte vetë qeveria e Kosovës në për këto raste, kur kemi raste për shembull të humbjes jetës të punëtorëve, që ceremonitë e varrimit kryhen përmes këtij fondi dhe këto familje të kenë një mbështetje financiare për një periudhë të caktuar, po realisht ata mund thonë gjithçka, po fatbarësisht po them që edhe s'po kanë çka thonë, se nuk janë duke u marrë, nuk janë duke trajtuar dhe nuk jemi duke u trajtuar asnjë njerëz lere më shumë. Pronarët e kompanive fort nuk po e kanë këtë problematikë, sepse vetë shteti po ja mundson që mos ta kenë këtë, sepse të gjithë punëtorët që kanë humbur jetën e tyre në vend hyrje të punës, disa fare nuk i kanë marrë, i marrin ka 48 orë, i majnë në paraburgim dhe të nesërmen ai shkon në shtëpi, përderisa punëtorët po shkojnë normal te varrezat.